sigurin vjetër. Profesor, po dojmë me bo një krahasim mes Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. Lidhja Demokratike vazhdimësisht duke pas probleme me strukturat. Kjo nuk është një farë problematike e re, që ka është një kronologji e kësaj partije që nuk ka është, apo nuk po arrin të kaloj këtë problematikë brenda strukturave. Kjo është problematike e vazhdueshme e Lidhjes Demokratike. E dyta, Partia Demokratike ka mekanizma shumë të fortë se sa Lidhja Demokratike, e kam fjalën në struktura, domethënë është organizuar, e ka qatë numër të elektoratit, aty këtu bjedh, ngritet, por krahasuar Lidhjen Demokratike me Partinë Demokratike, Partia Demokratike me pas një lider shumë të fuqishëm, mund të ketë shumë rezultate më të larta se sa vetë Lidhja Demokratike apo struktura tjera të partive tjera. Por, Partisë Demokratike aktualisht i mungon një lider i fuqishëm që zhvillon politikë dhe krijon strategji dhe krijon kaos publike. Por ndryshe, Partia Demokratike me struktura shumë më mirë se sa Lidhja Demokratike, nuk ka diskutim këtë punë. Por Lidhja Demokratike ka probleme me struktura. Ka probleme me deg, sepse ka deg që nuk funksionojnë fare. Dhe kjo është një kronologji në veti. Domthon, ne ka flasmi për gjendjen aktuale të Lidhjes Demokratike, që Lidhja Demokratike as nuk ka kaos, kanë individet brenda Lidhjes Demokratike kaos, por si koncept politik nuk kanë kaos. Se kanë, mund tjetë arsye se kanë shumë dasime. Jo, e por është në mendsinë e tyne, kanë pas bashkëqeverisje me lëvizjen vendosuese, këto më herët, pastaj kja ka shpërbë një koncept brenda strukturave. E brenda një strukturës tjetër Lidhjes Demokratike ka arritur që të ketë një rol të veçantë, ketë zëra. Ju e dini shumë mirë që e kemi Kmite Bajramin, Janina Ymerin, Armend Zemanj, kanë pas kauza për çështje të caktuar. Por nuk i kemi Lumner Abdigjikun që ka pas kauza për një çështje të caktuar. Nuk ka pas. Domthon ka qenë i heshtun në kodër të pushtetit që ka pas i Kurti. Ai ka vepruar nën Kurtin, por nuk ka krijuar pozicione caktuar për një kaos. Domthon, shpesh herë edhe ndoshta nuk ka mbështetur pikpamjen e njerëzve që kanë ngritur tematika brenda kuvendit ose brenda Lidhjes Demokratike. Ndërsa në Partinë Demokratike kemi kauza, po kemi edhe njëjtin kohë. Aty çka duhet një leadership që i bie, që unë mendoj që dëmin që ka kriju e ka shaktu zoti Abdigjiku nuk mund të rrjedh një kohë që mund ta përmirësoj ose ta ngrit imazhin e saj. Profesori tha se secili që do të vjen pas Abdigjikut nuk është se do të bëjë një dallim të madh. Dëgjom, tash, nëse ne flasim për një figurë që krijon barazpesh për të qeverisur drejt dhe mirë, sepse unë mendoj që dje është pritur të ketë një mbledhje të Lidhjes Demokratike e që nxjerrët konstatimi a duhet të ketë mundësi të qeverisit me lëvizjen vendosuese apo si të veprojmë. Nuk i kemi një gjendje të tillë. Nuk i kemi një stat të tri që prodhon për shtet, që po thot profesori. Por kemi një çështje që ka krizë. Po, kena të mbështet idenë se me ndryshimin e Lumir Abdigjikut, edhe nëse vihet dikush tjetër në pozitë të tij, gjërat në LDK do të mbesin të njëjta apo do të ndryshojnë? Jo, do ndryshohet. Do të ndryshohet, për shkak që ne kemi shumë figura të Lidhjes Demokratike. Me kë mund të bëhet LDK-ja më? Tash na hipotetikisht na smuhim me dhënë emra sepse nëse flasim për Abdullautin, ne po flasim që kemi emra të Lidhjes Demokratike, po flasonë se janë pjesë e strukturës së Lidhjes Demokratike. Po ne Lidhja Demokratike ka njerëz shumë të njohur që kanë qenë gatshëm të kontribuojnë në rrethona ndryshme. Është Abdullauti, Lutfi Aziri, e shumë të tjerë. Mos flasim për figura e veprime tjera. Më fal, unë i thash edhe në prej emisioneve të kaluara të javës kaluar që më shumë ka bërë opozitarizëm përpara me Roma si kryetari i Prishtinës se sa Lumner Abdigjiku në raport si kryetari i partisë. Burjani me sa duket nuk pajton me juve, po e shoh që në mimika. Burjani? Jo, nuk është ja vetëm mos mu pajtu, po problemi është që do të kanë situata pak më e qartë ata, dhe e dyta në për struktura, në PDK nuk ka përqare, se ta i mbyllin në mënyra të ndryshme, i mbyllin për brenda ato dhe kur si lënë me do jashtë, sepse nuk ka një farë demokracie të madhe brenda PDK-s, madje i heshtin, ja me qef, ja me zër, i heshtin ato zona, ndërsa LDK-s unë i mojnë. Këtu është problemi, po nuk janë në gjashme në këtë punë, e dyta,
Nuk e di cila do të jetë rezultati tyne më i mirë apo më i keq, sepse ata vetë nuk e dinë as por çka po dojnë. Nëse dojnë me bë një reformë përgjithshme brenda LDK-s, okej, domthonë është problemi te politika kadrovike, po dojnë me ndryshu domethënë njerëzit, okej. Po tash këtu nuk është ideja me ndryshu njerëz, po me ndru një njeri. Me ndru një me qitë një tjetër, edhe në anën tjetër Abdullah Hoti nuk ka nevar karizme politike nacionale që dikush e mbështet në kuptimin nacional përveç degëve të LDK-s. Pra përveç aty në degëve cilët edhe sot e përkrahin atë, ai ka qenë pa kënaqur edhe më herët. Edhe zonja Hikmeti Bajrami është e njëjta figurë politike brenda LDK-s që nuk ka ndonjë mbështetje të madhe në opinion publik, po mendoj. Këtu po flitet për a mundet me pas më mirë. Tash po fitu për shtypja që më mirë është mu hije ky, sepse ky s'po bën më, po kanë me qitë si dihet. Kush vdes më shumë fitim, kush vdes më shumë në opinion publik, mirë po vetëm me vundrimin. Nuk është ideja veç me ndru njerin, po ideja është ka me bëmë atë punë nëse e ke ndru një njeri, a ke pru dikon ma zotit shumë, dhe a mundet me kundërvy kurtit ma ndryshe, sepse ju pe dini që nuk është kallaj me kundërvy kurtit në këto momente. Nuk është të kërko njeri pushtetin, e kemi porë që kryetari Prishtinës, Burjani,